Kastriot Myftaraj kishe një qasje të ndryshme në politikë. Nëse sot studiot mbushen me gazetarë dhe analistë që analizojnë aktualitetin politik, Myftaraj bënte parashikime se çfarë do të ndodhte pas 10 ose 20 vitesh. Shumë veta ishin mosbesues për vetë faktin se në momentin që një politikan ishte në kulmin e karrierës së tij, Myftaraj fliste për fundin e tij politik, madje edhe burgosjen. Thuhet se këto deklarata që ka bërë analisti çuan edhe në eliminimin e tij, sepse shumë ndjekës të tij besojnë se Kastriot Myftaraj është eliminuar dhe dora që e ka bërë këtë veprim ka bërë të duket se ky ka qenë një veprim që e ka bërë vetë gazetari. Kastriot Myftaraj ka thënë para 10 vitesh atë që po ndodh sot dhe se çfarë do të ndodhi më vonë me Edi Ramën. Në vitin 2016 ai ka thënë se Edi Rama do të fusë Ilir Metën në burg. Kjo atëherë duke i budallallik i madh, sepse Meta ishte president, por më vonë ai shtoi. Do tentoj të fusë në burg edhe Berishën. Rama nuk është rastësisht këtu ku është, sepse ai është një projekt i Sorosit, i cili ka ngritur vetë dhe po e suporton, ndërsa Nano, Berisha dhe Meta nuk ishin formati i Ramës. Në vitin 2016, Myftaraj bënte këto deklarata, duke thënë se Rama do të eliminonte kundërshtarët e tij politik dhe do miratonte reformën në drejtësi, dhe në këtë moment ai do të mendonte se ishte politikisht i palëkundur. Por Rama, sipas Myftaraj, do të shkundet nga themelet përpara vitit 2030, jo nga kundërshtarët politik, por nga drejtësia, e cila do të hap disa dosje ndaj tij për të hetuar. Rama do t'i kërkojë ndihmë Amerikës, por ajo do të tërhiqet duke e lënë Ramën në dorë të ligjit. Çdo gjë që ka bërë Rama ndaj kundërshtarëve politik do t'i rikthehet, por jo nga ato, por nga drejtësia. Mbetet për t'u parë në vazhdimsi nëse këto parashikime do të dalin ose jo.